ditur 140 shënjestra të ndryshme ushtarake. Sipas komandës qendrore, objektivat përfshinin vende, raketash dhe dronosh, asete detare, depo municionesh, rrjete komunikimi dhe poste mbikëqyrjeje bregdetare. Reagimi i Shteteve të Bashkuara vjen pas një sulmi ndaj një anije tregtare që po kalonte nëpër ngushticën e Hormuzit, për të cilën fajsoi trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Ky shënon raundin e tretë bombardimeve amerikane brenda një jave dhe vjen pasi udhëheqësit e të dyja vendeve lëshuan kërcënime publike. Për shkallëzimi i ri, sjell njëkohësisht njoftimin e Iranit për një mbyllje të re të ngushticës. Media shtetërore iraniane pretendoi se forcat e saj ishin hakmar duke synuar vendet dhe asetet ushtarake amerikane në Kuvajt, Katar dhe Bahrein. Hakmarrja është e pashmangshme. Këto janë 4 fjalët kërcënuese në persisht në një seri prej 13 fotosh të liderëve botëror të veshur me kostume portokalli, tipike për të burgosurit amerikan, të botuara nga gazeta iraniane Hamshari. Përveç kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, të vetmi që kanë një shënjestër të shtypur në ballë është edhe kryeministre italiane Giorgia Meloni, dhe aty shkruhet gjithashtu: kriminalët do të marrin në varre dëshirën për një vdekje paqësore, një mënyrë jo aq e fshehur për të nënkuptuar se ata duhet presin një vdekje të dhimbshme, sipas së bashkëpunimit të tyre të dyshuar në sulmet që shkaktuan vdekjen e ish-udhëheqësit suprem të Iranit Ali Khamenei. E për diskutuar atë që po ndodh në linjën e mesme, por edhe fatin e kësaj lufte, ku duket se dy aktorët kryesorë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani, por jo vetëm, pothuajse gjithë globi është përfshirë në këtë konflikt. Më është bashkuar në terminal zoti Erdian Elezi, ekspert i gjeopolitikës. Mirë se erdhe zoti Elezi, kënaqësi që kam sërish. Si dhe zoti Xhavit Shala, ekspert sigurie dhe i gjeopolitikës. Mirë se erdhe zoti Xhavit. Ndërkaq do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe kolegun Doran Vojka, gazetar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të na dhënë edhe ai pikpamje se si perceptohet në Amerikë pikërisht ky konflikti, duket sikur ka zgjatur më shumë se sa ishin pritshmëritë atëherë kur Trumpi njoftoi përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në këtë konflikt. Dorant, kënaqësi si gjithmonë që të kam në terminal. Mirë se erdhe. Kënaqësia është ime. Faleminderit për ftesën. E nisim bashkë diskutimin. Si perceptohet fakti i një acarimi, le të themi, mes Shtetet të Bashkuara dhe Iranit sërish me këtë konflikt që pritet të rindizet, apo mund të themi që ndezur, pasi u besua se erdhi fundi i luftës, edhe armëpushimi shumë dëshiruar u arrit. Ajo lati si ekonomiste e di shumë mirë që dhe besoj që ndanë njëjtin mendim me mua, e di shumë mirë që kjo luftë nuk mund të përfundonte këtu, nuk mund të përfundonte këtu sepse kjo luftë ka nxjerrë Iranin si një superfuqi rajonale dhe gati si një superfuqi botërore, dhe sepse çdo shtet që mundohet, që ka mundësi të kontrollojë ekonominë botërore, kështu siç ka mundësi ta kontrollojë ekonominë botërore Irani, së paku ai mund të quhet një superfuqi rajonale dhe këtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, aleatët e saj në rajon, Izraeli nuk mund ta pranojnë. Këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës sigurisht që nuk e mirëpresin këtë akt të ri lufte, ashtu si se dhe ti ajo, njerëzit të cilët nuk kanë qenë të informuar shumë për atë që ndodh, kishin këtë pritshmërinë që lufta mbaroi, gjërat po shkonin drejt asaj normalitetit, sidomos në këtë sezon këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se jemi në sezon vere, sezon udhëtimesh, amerikanët udhtojnë shumë, çmimi i benzinës dhe i naftës është rritur dhe kjo tregon, kjo rrifillimi i konfliktit do të prek më tepër xhepat e amerikanëve, sidomos si thash në një sezon ku nafta dhe benzina janë primare për pushimet amerikanëve. Por si thash nuk është një surprizë. Me thënë të vërtetën, ajo la shumë politikanë këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar ta kuptojnë që vrasja e Khomeneit, vrasja e liderit qytetëror të Iranit ishte një gabim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse i drejtoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një këtë konflikt eternal me Iranin, dhe jo vetëm Iranin, po me besimin shia, sepse Ayatollahu nuk ishte vetëm kryetar shteti, ishte kryetar besimi. Dhe besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kemi parë disa politikanë të distancohen nga kjo. Gjë do t'i bëj akoma më të komplikuara dhe vdekja e zotit Graham, Lindsey Graham, një senator amerikan i cili ishte shumë pro luftës, shumë pro izraelit,
shikojmë se kush do të jetë ai i cili do ta zëvendësoj zotin Graham në South Carolina, të përfaqësoj South Carolina, por gjërat si stash janë aty ku mendonim ne dhe ti bashkë me mua kemi folur në emisionet tua që këto gjëra do shkonin drejt një lufte sepse nuk mund të qëndrojnë dot dy në lindjen e mesme dhe qëndrimi i dyve në lindjen e mesme do ta bënte Izraelin si thua do ta balanconte më tepër qëndrimin e Izraelit në rajon dhe Izraeli nuk e pranon këtë dhe përdesa do të kemi një influencë kaq të madhe të Izraelit në politikën amerikane nuk mund të ketë dy. Ardian, ishte pritshme kjo lloj situate, veçanërisht edhe ngushtica e Hormuzit dhe si pritet tani të vijojë si konflikt? Duar gjithë kemi thënë që Irani përfaqëson shtetin më të fuqishëm të lindjes mesme në kuptimin e asaj që në aspektin gjeostrategjik atë që natyra e ka dhënë, gjeografia e ka falë dhe si e ka projektuar fuqinë e tij bazuar në resurse, në gjithë dimensionet e fuqisë, në gjithë linjen e mesme. S'do të thoja është një fuqi globale, por rajonale, të cilët e rrezaton këtë fuqinë për shkak të impaktit që ka rëndësia e ngushtisë së Hormuzit që ju thamë, po gjithë arsenali i burimeve të saj natyrale kemi parasysh naftën, gazin e lëngshëm, e të tjerë të cilët prej aty importojnë dhe eksportohen në gjithë vendet e botës anë mban, pa përjashtim dhe është rreth 20% e gjithë këtyre burimeve të cilët vijnë nga lindja mesme ku Iran i ka prirë vërtetës ka peshën e luanit që për shkak të edhe asaj që ka jo kontrollin, po ndikimin e rëndësishëm dhe thelbësor të ngushtisë së Hormuzit. Nuk isha shumë optimist që në kryetërës për shkak të faktit që ishte u arrit një memorandum duke pas parasysh që Izraeli ishte përjashtuar nga pikat e këtij memorandumi dhe ndër të tjera ishte përfshirë edhe klauzola që ka të bëjë me proksat e Iranit në kuptuar si të tilla nga pikat e memorandumit, por që për vetë faktin që kjo kornizm në marrëveshje me kuptimit cedoj, për shkak që palët të cilët kishin dytërimet ndërsjellta për ta respektuar të, për një arsye apo për një tjetër, nuk di shkaqe se kush i shkelën, situata precipitoi në mënyrë të beftë, si për të treguar që pasiguria gjithmonë e ka shoqëruar përmbushjen e gjithë atyre të pikave të memorandumit, i cila ishte një kornizë kuadër, i cili hapte dialogun, hapte sekonde dhe është premis për një paqe të qëndrueshme, por që unë pranoj idenë që Izraeli është pas kësaj, kuptimin në fakti që kjo situatë erdhi në mënyrë të papritur, ndërkohë që dialogu vazhdonte dhe diskutoheshin dhe pikat e marrëveshjes, qoftë për programin bërthamor, qoftë për nivelin e pasurimit, qoftë për sa i përket sanksioneve ekonomike dhe gjithë pikat e tjera të cilët palët respektive ishin detyruar për t'i respektuar, edhe nga këndvështrimi i SBA-s për heqjen e sanksioneve, për lirimin e fondeve, sekundë dhe për heqjen e pengesave dhe kufizimit të eksportit të Iranit. Dhe në gjithë ato pika të cilët i kishin të angazhuar për t'u përmbush, por që për një arsye për një tjetër nuk në detajet apo në incidentet e bën të tillë sa që kjo u prish dhe jemi para një situatë. Jemi në këtë situatë. Zoj Xhavit, pse vendosi që SBA sulmoi tani Iranin, ndërsa Trump ishte në samitin e NATO-s në Ankara? Shiko, duhet jemi të qartë që në momentin ajo ishte një paqe e brisht, shumë e brisht. Dhe të dy palët, fakte dhe Amerikanët dhe Iranianët ishin të lodhur nga lufta dhe e mirë pritën këte, po më shumë se sa mënyrë se si do operoj nëpërmjet një memorandumi mirë kuptimi i cili për njërën palë kupton dhe për Amerikanët memorandumit do thoshte që të filloj zbatimi me një hershëm i pikave të tij, ndërsa për palën iraniane memorandumin në kupton dhe një kornizë politike për një marrëveshje të mëvonshme. Pra që këtu u pa që këtu ka probleme në të kuptuarin për mënyrë se si do operohet më tej. Që do në një farë mënyrë kjo ishte një tendencë për ta mbajtur konfliktin në kontroll, jo për një paqe të përhershme. Pra synimi është ta mbajmë të dy palët dishin që konflikti duhet mbajtur kontroll, mos dilte jashtë kontrollit. Që ka probleme kjo duke që në takimin që do nënshkruaj ky memorandum pra në Zvicër
kur në Zvicër që vajti fillon bisedimin, në fakt, jo kur në shkruar, kur fillon bisedimin që vajti zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili tha që për këto shumë afër do të vinë inspektorët e organizatës të kontrollit të energjisë atomike, do vinë për inspektim. Ata mohon më njëherë që kjo nuk është diskutuar, nuk ka pikë të planet e tjerë. Dhe këtu u kuptua që palët kanë një memorandum për e kuptojnë në mënyrë të ndryshme. Pra, asnjëra palë nuk binte dakord me interpretimin. Kështu doli nevoja për një ri-interpretim dhe këtë përsëri morën përsipër ata që kishin hartu, pra, edhe do të vazhdoshin bisedimet. Por në pikat e që Trumpi nuk do falte në dy gjëra, para sepse ai premtoi që ngushtica e Hormuzit është e lirë. Faktikisht, në momentin që u goditën 3 anijet katariane të Katarit, 3 cisternat, kjo pasaj edhe qëlloi në ditët e samitit. Dhe kjo është aty që u bë edhe mbledhja e Këshillit Luftës, po themi, sepse të tre ishin presidenti, ministri i luftës, sekretari i luftës, ishte sekretari i shtetit dhe sekretari i thesarit, dhe u mor vendime dhe filloi operacioni, pra. Filloi operacioni ku goditën ditën e parë rreth 7 sa objektiva. Pra, nuk ishte diçka papritur në këndvështrimin tim. Nuk ishte diçka papritur, por palet me sa duket tash kjo punë do vazhdojë edhe bisedime, por edhe luftë. Tashmë janë shtu edhe kërcënimet ndaj leadershipit. Se do flasim, do shohim dhe fotot pastaj nga ato veshjet. Kështu që kjo është një situatë që do të ndikojë shumë në zhvillimet, sidomos në... E riktheu dhe njërë globin, le themi në një nuk po them se riktheu, sepse palet këtu përsëri do rrinë, nuk besoj se do kalojnë në një kontroll të jashtëkontrollit situata. Zëri Xhavit, sepse në momentin që duket sikur arrit paqja, të paktën kur e njoftoi, do të thënë Trump fundin e luftës, u duk se u normalizuan tregjet e naftës, filloi do të thënë një normalizim, le të themi, edhe i shkëmbimeve tregtare. Pra filluan sinjalet pozitive në të gjithë globin të ndiheshin. Tregu ndjen një deklaratë po të bënte një futemi në atë situatë paniku sërish. Një deklaratë që bënte Trumpi më një herë të nesër, pra jo vetëm një plan paqe që u diskutua. Problemi këtu ishte sepse iranianët kanë vendosur të sakrifikojnë gjithçka me program bërthamor, megjithëse ngushticën e Hormuzit nuk do ta sakrifikojnë. E kanë pikë natyrë të fortë. Shiko, ka një element shumë të rëndësishëm në ushtri. Para se të tentohet zgjidhet një mosmarrëveshje nëpërmjet luftës, përveç kapacitetet dhe fuqive ushtarake, kryhet një studim i thelluar mbi mentalitetin, mbi fen, mbi zakonet, mbi doken e gjithë asaj popullsie me të cilën ti do të kesh një konflikt, sepse në këtë lloj konfliktesh siç kemi ne Shtetet e Bashkuara dhe Iranin dhe Izraelin, kemi të bëjmë me një konflikt ku vendet nuk janë vende kufitare, po janë të detyruar të luftojnë me mjete të cilat kryejnë sulme në distancë. Ne kemi thënë që Irani është një vend i cili nuk mund të depërtohet me këmbësëri. Tani, pse e thash këtë që është një element shumë i rëndësishëm? Është shumë i rëndësishëm sepse ti po lufton me një vend i cili është 80 kusur, gati 90 milion banor. Kemi një vend i cili është i izoluar në besimin e tyre, e ka të ndërtuar në strukturën shtetërore mes politikës dhe harmonisë fetare që e ka të bashkangjitur në drejtim, dhe vim të pika pastaj të eliminimi i liderit shpirtëror. Unë nuk e quaj gabim eliminimin e liderit shpirtëror ashtu siç tha Durandi, ishte e detyrueshme për ta bërë këtë gjë, por vim të pasojat e mëvonshme. A kishim ne mundësi që të kishim një paqe afatgjat? Unë them që jo. Se unë e kam thënë që objektivi kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë që të eliminohet rreziku që paraqiste Irani me armatimin me armatimin bërthamor dhe me armët balistike. Vitin e fundit, përveç armëve bërthamore që ishte në një hap pranë krijimit të saj, kishte arritur të ndërtonte kapacitetet të mëdha të armëve është justifikueshme çdo. Jo, po këto janë elementet për të cilën ne nuk gjejmë paqen dot. Tani që kemi një eliminim të gjithë leadershipit, çfarë ka ndodhur në Iran? Se duhet studiuar çfarë ndodhi në Iran. Në Iran ka ndodhur një mosmarrëveshje e fortë brenda regjimit. Ndarja e pushtetit është i paqartë. Nuk dihet se kush drejton dhe kush komandon dhe cilin drejton dhe komandon.
Garda Revolucionare nuk pranon të lçojë pushtet, ka fituar jashtëzakonisht pushtet nga pushteti që kishte Khamenei. Politika e brendshme nuk është e zonja të vendosi pikat mbi i, mbi gjitha marrëveshjet që bëhen. Ju i keni parë marrëveshjet që bëheshin mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, dhe u detyrua asnjë politikan nuk arriti dot gjej gjuhën e përbashkët, dhe unë kam thënë këtu në studio, është shefi i shtabit Pakistanit i cili arriti të ulin tavolinë palët. Pse? Sepse tashmë fuqia që kishte politika ka kaluar në duart e Gardës Revolucionare. Dhe të gjitha ata diskutime që merreshin, nëse ju kujtohet në atë natë që është bërë në Pakistan, Trueza, ne kemi qenë në emision, dhe unë ju kam thënë, nuk do dalin në një marrëveshje atë natë. Pse? Sepse nëse ekipi negociator flet në linjë direkte, ndërsa ato flasin dhe nuk dinë çfarë të vendosin. Dhe kjo ka ndodhur dhe kjo do të ndodhi. Ose do të kemi një goditje përsëri të elementeve kryesor atje, dhe sinjalet janë dhënë, për sa kohë është edhe në Truez që kërcënohen disa nga liderët kryesor të vendeve të cilët e kanë mbështetur ose përbën rrezik. Kjo do të thotë që ka lindur nevoja tashmë për të piketuar dhe për të eliminuar një pjesë të liderëve, dhe kjo besoj që nuk do zgjasin në shumë kohë, dhe do e keni dhe këtë, sepse masa mbrojtëse do jetë e kësaj natyre. Me që kërcënohen liderët dhe me që kërcënohet paqja, besoj që në brenda Iranit ka informacion se kush janë ata të cilët drejtojnë faktikisht, jo ata të cilët dalin media apo dalin flasin dhe për Shqipërinë, se ato nuk kanë peshë. Dorant. Shiko, unë Faikun e njoh dhe kam shumë respekt, dhe do doja të thoja diçka. Faik, ai testi që përmend ti që bën ushtria për sa i përket përplasjes së dy vendeve, është bërë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është bërë në vitin 2002, quhet Millennium Challenge. Mund t'ja shikosh, dhe kur është bërë testi në 2002 midis përplasjes Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një luftë imagjinare midis përplasjes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, testin e ka fituar Irani. Dhe përse? Pastaj u hoqi generali i cili ishte në krye të Iranit, në atij testi të Iranit u vendos një general tjetër, dhe me këtë generalin tjetër i cili ndoqi një luftë i cila i përballej ashtu siç donin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, ashtu fitoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Por, kur në kryet e këtij testi, së kësaj loje ushtarake, ishte një general i cili përdori metodat e Iranit, lojen e fitoi Irani. Dhe përse? Unë po shkruaj një libër për periudhën e viteve 540 pas Kristit në erën e re, dhe aty zbulova, duke shkruar libër, zbulova diçka që si thua përputhet pikërisht me këtë që po ndodh tani. Koha një prej kohërave më të ndritshme të Iranit ka qenë koha e perandorit Khusro të parë. Perandori i cili bëri këtë që bëri Ayatollahu. Ayatollahu bëri të njëjtën gjë sapo erdhi pushtet atë që bëri Khusro. Futi këtë modelin dinamik mozaik në ushtrinë e Iranit, ku çdo zonë ushtarake është e përfaqësuar, ka pavarësinë, është e përfaqësuar nga liderët e vetë të cilët janë të pavarur. Ky ishte suksesi i Khusrot të parë gjatë luftës me perandorinë bizantine që rrëzoi perandorinë bizantine. Kur kemi mos barazim forcash dhe mjetësh dhe asetesh luftarake, atëherë vendi i cili është më i dobët ushtarakisht është i detyruar të shpërndajë fuqinë me qëllim që çdo lloj bie forca ajrore të ketë element të forcës ajrore të cilët kanë pavarësi dhe të mbijetojnë dhe të fillojnë të ringrihen. Kurse te zhvillimi teknologjik, pra askush nuk mund të flasë me siguri. Okej, vetëm shkurtimisht Dorant. Po, sepse me luftën tani, sepse në 15 gusht, tani unë kam thënë akoma, 15 korrik ishte dita ku do binin alarmët për sa i përket rezervave të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në 15 korrik të Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bien alarmi për sa i përket rezervave të naftës, sepse rezervat kanë ndarë në një pikë shumë të ulët. Në 15 nga data 15 gusht dhe më pas, flas në shtator se në gusht nuk do të jetë i mbledhur kongresi, do duhet të mblidhet kongresi në qoftë se vazhdon kjo situatë kështu, sepse në rezerva do të kenë rënë
pas pikës që Kongresi duhet të reagoj për këtë. Doran, kjo luftë pikërisht të përfaqëson. Doran, vetëm shkurtimisht përgjigjen, të lutem. Fakti që u bllokua sërish ngushtica e Hormuzit, a është duke përllogaritur Trump një krizë tjetër të mundshme të çmimit naftës? Kjo është për kësaj po bëhet lufta, se dhe me atë hapje që ju bën ngushticës së Hormuzit, ku nuk po shkonin nivelet aty ku shkonin, Trump ishte i detyruar të bënte luftë. Tu nuk ka naftë, tu kanë ardhur nivelet e naftës në një nivel jashtëzakonisht të ulët dhe do të jetë, si thua ajo, ulja në mënyrën katastrofike të tyre ku do të mbledh Kongresi, do të bëhet në shtator, në nëntor kemi zgjedhjet lokale. Këtu po bëhet një stuhi perfekte kundra republikanëve, kundra presidentit Trump, dhe kjo është lufta. A janë këto pasojat, Ardian? E këtij konflikti që ndoshta edhe Trump nuk i kishte përllogaritur kur nisi në fillim? Në çdo konflikt dhe luftë, është më tepër një zonë me ndjeshmëri kaq të lartë gjeostrategjike për shkak të impaktit që ka edhe në tregjet globale, tregjet edhe financiare, të cilët janë të luhatshme në mënyrë virtuale, ashtu siç ata përkundër një deklarate që një lider i caktuar bën për paqe, atëherë kemi një përmirësim këtyre tregjeve, të kapitalet dhe çmimeve respektive, po kur ndizet konflikti dhe përshkallëzohet ai, kuptohet se ndjeshmëria e këtyre tregjeve është shumë e madhe edhe e lartë dhe në kohë reale pasohet në gjithë, po themi, shtrijen e vet. Dhe kjo është parë bile është edhe në vendin tonë janë ndjerë efektet e kësaj krizës në rritjen e çmimit naftës e tjerë. Por do të thoya që në rastin e çdo konflikti është më tepër në shëbaja ku futet në një luftë, kemi parasysh që qendrat strategjike të analizës bëjnë produktin e tyre dhe ja servirin dy institucioneve, sepse për këtë qëllim ato pranojnë dhe ajo edhe në rastin e këtij konflikti janë bërë edhe më parë, janë përcjellë edhe skenar të ndryshëm edhe gjatë kohës presidentëve të mëparshëm, të cilët nuk kanë guxuar. Por rasti i këtij konflikti me presidentin Trump është edhe një vendim politik përkundër sugjerimeve që i kanë dhënë edhe generalet, të cilët në asnjë rast nuk e kanë këshilluar Trumpin që të futet në një ndërhyrje toksore për shkak të faktit që jo vetëm eksperjenca e këtyre bijem dakord që është vendim politik, por është me pasoja të forta për të, sepse në nëntor do jetë zgjedhjet. Madje unë do të thoya që edhe mund të jetë edhe fundi i karrierës politike të Trumpit, nëse do të vazhdojë konflikti si tillë pa një produkt i për ta lidhur atë që ne bëjmë paqen përmes luftës dhe fakti që ky konflikt nuk po jep atë paqe. Zgjati shumë, është efektet menduar shumë pa. Do shihet jo vetëm në votbesimin e tij në Kongres, Senat, po edhe në nesër në fushatat elektorale dhe do të prishë edhe kohezionin e brendshëm. 3 muaj tani lufta ka mbaruar, është një luftë gorillash ka. Jo, shiko, do në rastin e Iranit, jo po që kundërhyj do. Për ta shpërndajmë pak diskutimin. Çështja kërkojnë edhe do në natyrshëm lind debatin lidhur me ta, sepse strategjia mozaik që u tha këtu që ka zgjedhë Irani edhe është natyrshme këtë njihen këto lloj strategjish, është më tepër në shtetet totalitare me një hierarki vertikale të drejtimit. Unë do të thoya që miti i shtetit iranian është lidhur me pushtetin absolut të Khomeini, Ayatollahut, sikund edhe garda republikane e cila është garante e pushtetit, pavarësisht që aty në familje nga ana formale garantohen këtë parimin ndarjes pushtetit gjyqësor, ekzekutiv apo parlament, por që asgjë nuk mund bëhet pa një vendim të po themi të gardës, e cila ushtron sovranitetin e saj në aspektin edhe politik ushtarak, po dhe fuqisë madhe që ka, dhe në rast se do të azgjësohet se strategjia amerikane dhe kryesisht e izraelite është godas aty ku i vjen rreziku, duke menduar që lidet janë mbarës këtij pushteti dhe aty amortizohet. Por koha e konfliktit, sidomos në linjën e mesme, tregoi që kjo strategji e zgjedhjes mozaik e shpërndarjes fuqisë dhe pushtetit edhe në grupet e tjera, qoftë Hezbollahu, të cilët u godit kupola, por që ai u reaktivizu për shkak të saj, po ashtu edhe Hamasit sekundet. Dha efekt apo jo, që ti bim? Efekt ajo thjesht mund ta dobësoj për një moment, por që nuk e ka neutralizuar. Lufta është vazhdimi i politikës me mjete të tjera, ka thënë një burr shteti dikur. Shtetet Bashkuara hyn luftë. Mënyra se si hyn u bë matur apo pa matur, derisa hyn luftë, ata përcaktojnë objektivat madhore, objektivat kryesorë. Cilat ishin objektivat kryesorë? Rrëzimi i regjimit, ndërprerja ose shkatrimi i programit bërthamor dhe marrja e pjesës së pasuruar,
heqjet e drejtës apo po e themi goditja dhe e proksive të Iranit, këto ishin tre kryesorë dhe shkatrimi i flotës luftarake. Nga gjitha këto objektiva është realizuar vetëm objektivi 4, që është shkatrimi i flotës. Flota e gjerit në atë zonë, edhe flota në përgjithësi është goditur e gjitha. Pra është nga këto. Dhe ndërkohë që puna e gjerit nuk ngushitjes së Hormuzit nuk ishe diskutuar fare. Nuk ishe llogarit si koeficient rrezikshmërie, nuk ishe llogarit kjo mënyrë reagimi, që ata mund ta bllokonin fare ngushticën, mund ta bllokonin. Të vazhdojmë idetë. Jo, po duhet të them që ka qenë shfolur gjatë gjër, madje është shtyrë lufta ka qenë parashikuar shumë vite më parë dhe nga presidentë tjerë. Vetëm ta vazhdoj unë idetë sepse ju s'po mendoni ku do dalun. Ta them unë idenë si e kam, pastaj vazhdoni ju të dy. Dhe ideja është kjo që nuk ishe llogarit që bllokimi i ngushtisë së Hormuzit mund të shkaktonte pasojë të tilla në ekonominë globale. Dhe nuk ishte llogarit që gjithë ekonomia globale dhe shtetet e perëndimore si Mosalat, Shtetet e Bashkuara do ta shtonin trusnin ndaj presidentit Trump. Dhe presidenti Trump u ndodh para një zgjidhje jashtëzakonisht të vështirë. Si mundet me thënë mos ta llogarisësh zë Xhavit në kushtet kur dihet se sa përqind e naftës kalon atë. Po sepse ata menduan që ta zgjidhin shumë shpejt, regjimi do binte shumë shpejt sipas raporteve të inteligjencës izraelite, gjithçka do zgjidhej jashtëzakonisht shpejt, punët do zgjidhen shpejt dhe do gëzoheshin fitores. Do gëzoheshin fitores. Problemi këtu është që presidenti Trump gjeti një mundësi, sepse s'pat më as rrugdalje më, as objektivat kryesorë nuk realizuan. Gjeti një mundësi dhe u realizua apo u nënshkoki me memorandumi i mirëkuptimit. Shtetet e Bashkuara i dhanë shumë karrota Iranit. Pra e morën shumë më të mirë. Dhe po ta lexoshin gjithë kur realizuam atë memorandumin në fillim, na u duk sikur po dalë kush e fitoi luftën tash. E fitoi Irani apo e fitoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani këtë e mori si dobësi shumë të madhe. Faktikisht vetëm një nga ato pikat përveç kësaj të kontrollit bërthamor, po një nga ato pika 10 që nuk u komentua shumë, po që në këndvështrimin tim ishte kryesorja, ajo thoshte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin licencë për eksportin e naftës. Sikur asgjë mos kishte ndodhur tjetër, këtë zbatonin Shtetet e Bashkuara ishin në rregull, domethënë ishin fitimtar të luftës. Por problemi këtu është që Irani e quajti si fitore dhe tashmë donte edhe ngushticën e Hormuzit që ngushtia mos kthehej më siç ka qenë para luftës, pra këta të ishin menaxhuesit, në një farë mënyre tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të ishin më garantuese lirisë së lundrimit detar kudo në botë, siç e proklamojnë vetën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo mund të hapte shtigje të tjera, mund të hapte probleme të tjera dhe me ngushtica të tjera. Pra kishte një problem dhe Irani për t'i dhënë mesazh, presidenti Trump tha ne I dham një javë mundësi që të merreshim me ceremoninë mortore, ata lëshuan raketa. Pra aty ka dhe grupe tjera që këta e pranuan faktikisht që ne nuk I kontrollojmë siç duket, ose janë grupe tjera që janë jashtë kontrollit të këtyre negociatorëve dhe gjendja vajti këtu ku është. Dhe tashmë është pak vështirë për të kthyer edhe në një luftë totale, por edhe mbajtja në kontroll të konfliktit ka pikpyetje. Është fundi I karrierës politike? Mund të jetë fundi I karrierës politike të Trump, siç edhe të modelit Trump nga rezultati. Prandaj them mund të jetë, Atëherë, themi diçka. Të modelit Trump, se Trump e mbyll karrierën politike. Është mandati I fundit që ka dhe nuk ka drejt më. Të republikanëve. Republikanët do paguajnë faturën. Absolutisht jo. Nuk do, shiko, në radhë parë ne po diskutojmë sikur pas lufte ka dalë një Iran shumë më I fortë, shumë më bindës, por vërteta nuk është kjo. Pas lufte objektivave që nuk u arritën. Gjitha, po pra, ka dy ndahet dy objektiva. Objektivat parësore dhe objektivat të mundshëm. Objektivat parësore Shtetet e Bashkuara të Amerikës I kanë arritur 100%. Objektivi parësor ka qenë eliminimi I kapaciteteve ushtarake, gjë të cilën e ka arritur, dhe Irani nuk ka më, ja po t'i them unë, Irani nuk ka më kapacitete të cilët I dispononte, ka mbetje të prodhimeve të stoqeve që kishte, por që nuk përkthehen në një rrezik ashtu siç ishte
një vit më parë, Irani nuk është në gjendje më të ndërtojë një armë bërthamore të paktën edhe për disa vite. Irani është shkatëruar nga ana e brendshme dhe kjo do të japi pasojat më vonë, se ne flasim për pasoja ekonomike në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Europë, po ne nuk mund të flasim apo nuk dim akoma se si është gjendja ekonomike brenda Iranit, sepse Irani po jeton dhe po mbijeton në një dhunë që ka regjimi. Pra, po ne gjendjen e brendshme të popullsisë nuk e dim. A mund të ketë gabuar parashikimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës vetëm në një pikë? Mendoj që ka patur çdime, që nuk ka qenë në dorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Se si do të reagonte populli iranian, i cili është mbajtur i shtypur për 47 vite dhe pritshmëritë kanë qenë duke parë protesta, duke parë që atje ka patur qytetarë që janë vrarë 35.000 qytetarë në një muaj. Nuk mund dalin një popull në situatë lufte, në situatë gjendje të jashtëzakonshme dalin kundër qeverisë vet. Nuk ka ndodhur kurrë. Ta mbaroj se situata debati do të thoya që lufta ka rritë edhe solidariteti dhe kohezionin e brendshëm të popullit iranian. Po unë prandaj thash që duhet studimi i mentalitetit, i kulturës, i fesë. Për këtë arsye, pak dhunës janë marrë. Kjo është arsye. Bashkuar rreth atij psikologjie që jetojmë në rrethim përkundër imperializmit dhe revizionizmit. Ideja e studimit të kulturës, së fesë, së besimit, të dogëve, të sjelljes së popullit është për këtë arsye, kur ti ndërmerr një sulm, ti nuk e ndërmerr, janë të rralla sulme që ndërmerren kundër gjithë shtetit, pra ku përfshin institucionet, ushtria dhe popullsia. Shumica, ta mbaroj ta mbyll se po se mbylla. Po sa më shkurt të lutem. Nëse ti sulmon një popullsi, atëherë këtu pastaj ndahen gjërat, bëhet luftë frontale dhe kolaterali në popullsi është shumë i lartë. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po synojnë eliminimin e fuqisë ushtarake të regjimit, kemi të bëjmë me një luftë e cila është për të mirën e popullit dhe për keqen e perceptimi se si e kupton ti që është për të mirën tënde apo jo. Nuk ka një studim, nuk ka një studim të mirëfill. Këta do të vinë dakord para një që kur nisin lufta. Po nuk ka një studim që thotë që popullsia iraniane është totalisht në mbështetje. Popullsia dhe kësaj lufte do të thotë që ai kohezioni i brendshëm, ai shpirti i popullit iranian është fuqia e shtetit. Nuk është prodhuar. Nuk është prodhuar. Është nën trusmi dhe nën presion. Para gjykime që më të kemi perëndimor me lindor, do të kemi parasysh modelet dhe vlerat evropiane perëndimore atlantike nuk pranohen. Po pra se kemi 47 vite që kemi një shkollë ushtarake e cila ka mbizotruar mbi gjithë popullin iranian. Dhe populli iranian është rritur, pa ik ne duam që të fitojë Amerika, se është aleate jonë, është mbrojtësi jonë, po ne do bëjmë analizë. Dhe ti the që objektivi kryesor, 4 objektivat kryesorë, objektivi kryesor ka qenë rrëzimi i regjimit. Objektivi kryesor ka qenë. Nuk mund të jetë objektiv kryesor. Është objektivi kryesor ishte rrëzimi i regjimit, e dyta ishte puna e proksive. Pra e treta ishte programi bërthamor, doli që nuk është ashtu. Tashi Trumpi gjeti një rrugë zgjidhje, mendoj se po dal, sepse mendoj që Irani po i kupton këto lëshime që i bëri, në fakt që i bën Shtetet e Bashkuara. Dhe i bën goxha lëshimet. Po ta flasësh, po ta shohësh atë memorandumin, domethënë i jepte drejt Iranit që para popullit vet hiqes që kishte fituar. Por iranianët nuk morën vesh. Iranianët kërkojnë tashmë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i largojnë nga rajoni, pra nga ndikimi rajonal, kërkojnë që këta të jenë tashmë intelektuatorët, tashmë të bëjnë marrëveshje dy palësh ose shumë palësh edhe me vendet e tjera të gjirit, të jenë këta komanduesit e të kenë robinetet e lëvizjes së hidrokarbureve e tjera. Pra në një farë mënyrë këtë si duket amerikanët tashmë e kuptuan që ata e morën mesazhin e gabuar. Pra e përkthyen gabim mesazhin, kështu që kjo punë të shkojë drejt përplasjes. Se deri ku do arrijë koncepti i drejtës ndërkombëtare, parimi i sovranitetit është parim universal për çdo shtet, e kupton? Edhe Irani i lindet drejta të jushtoj këtë drejtat e tij sovrane në marrëdhëniet edhe me shtetet. Dhe në atë që gjeografia e ka falë, për saj përket ndikimit në kanalin e Hormuzit, askush nuk ka drejtë ja mohoje, pavarësisht faktit që është fuqi globale sot apo duhet. Dali Hormuzi për 5-6 vjet do dalë jashtë funksionit. Do i bjerë rëndësia sepse do hapë rrugë paralele. Me çfarë kërcënon sot Irani? Me luftë guerilase.
Po pra, qoftë shef një anije, do të gjujë një prell. Nuk është ajo është sistemi mbrojtjes dhe reagimit. Ajo është lufta hibride që përdor asimetrike, lufta asimetrike që përdor, ka pjesë. Ajo nuk mund të përplaset me SBA-n me forca nuk mundet. Në mënyrë frontale, ai përdor këtë tash. Në rrugë toksore edhe përplaset, më fjalë, por SBA-i nuk e bën atë gabim. Nuk futet, ka eksperiencat e nuk është pamundur të futet Shtetet Bashkuara, është gabim strategjik ai, nuk është. Po tishin në vende kufitare objektivave strategjike. Asnjë nga këto objektiva nuk është rrit këto konflikt. Janë dobësu Irani dhe proksat e tij, por jo për të thënë që në mënyrë definitive janë asgjësu, sepse ato reaktivizohen dhe asgjësimi total është vetëm kur ndrohet regjimi. Qofse do arrihet çfarë garancie do kesh që natyra e regjimit do të ndryshojë, do të ketë një çështje të ndryshme nga ndaj SBA-s dhe Izraelit dhe lindjes mesme. Çfarë garancie? Jo, do të ketë një çështje ndryshe ndaj popullsisë vendasve radh parë. Aty regjimi është ajo është kur vendoset paqja, atëherë mund rritet roli i popullit, mund ngrihet ai. Po pra. Ai mund përmirësoj regjimin. Edhe mund ta projektojë prapë atë regjim që ka pas, me fjalë mund të ndryshojë një apo dy. Ai regjim s'ka pikë Aty siguri. ka një luftë, një përplasje midis reformatorëve, të cilët përfaqësohen nga presidenti Pezeshkian dhe ministri i jashtëm, të cilët edhe vetë Izraeli dhe SBA-ja e kanë në kujdesin e tyre për ta mos godit. Dhe gjithë shënjestra nuk është tek këto që dalin në mënyrë publike dhe mediatike, po janë gjithë kupolat drejtuese e Gardës Revolucionare dhe pasazhet e Ayatollah. Dorand, Okej, Ardian, që ti japin fjalën edhe Dorandit për ta bërë pjesë të ky konflikt. Të diskutimit. Dorand, rrezikon Trump edhe republikanët në zgjedhjet e nëntorit? Sigurisht, unë besoj se ai treni ka ikur nga stacioni tani. Besoj se dhe kjo luftë që rinisi sepse republikanët e kanë parë që çdo pyetësor, çdo anketim, ata e kanë 99.9% zgjedhjet e humbura në Kongres. Kongresi, sipas çdo pyetësori, çdo anketimi ka shkuar tek demokratët tani më. Puna është tek Senati dhe çdo gjë që bëhet për të mbajtur Senatin, sepse sipas çdo anketimi Kongresi ka vajtur tek demokratët dhe çdo të thotë kjo për presidentin Trump, nëse Kongresi shkon ke demokratët, thot atë që demokratët kanë thënë deri tani. Investigime që është nga djemt e presidentit Trump, dhëndri presidentit Trump, pra në qoftë se Kongresi shkon tek demokratët, do të kemi një 2 vjeçar shumë të vuajtur për presidentin Trump, një 2 vjeçar tjetër që do të jetë në fuqi. Pra kjo është tani më e ditur, këtu nuk është diçka që po unë do doja të thoj edhe diçka tjetër, se unë jam shqiptar, po jam edhe amerikan, dhe dëgjova dhe bashkëbisedimin në studio. Dhe edhe ju si evropian, si shqiptar, po si evropian, duhet ta shikoni në këtë mënyrë. Pika më, më dëgjoj, e kuptoj, po më dëgjoj se kam një bazuar në gjeografi. Mi fal për Amerikën edhe gjatë regjimit komunist. Po këtu bëjmë analizë gjeopolitike. Andi është vetë kundër luftës. Më kujto, është gjeografikisht kjo që po them. Do të them diçka në mënyrë gjeografike. Duhet që shpjegoj diçka në mënyrë gjeografike. Rast skenari më i mirë që po na shtyhet është rrëzimi i Ayatollah, rrëzimi i regjimit në Iran. Po çdo të sjell kjo në të gjitha skenaret që kanë ndodhur më parë në Irak, në Libi, në Liban, e kudo në skenar, kjo ka sjell një val të papar emigrimi. Në qoftë se në Irak ku ishin 21.000, 22.000, 23.000 milion banor, do dhe e lloj emigrim. Në Siri, ku ishin 8-9 milion banor, kemi gjysmën e Evropës tani të mbytur me emigrant. Imagjino ç'lloj emigrimi do të sjell një popullsi prej 93 milion banorësh dhe më tepër që ka Irani. Evropa tani dhe unë prandaj duhet të shikoni vetëm si shqiptar dhe si evropian. Pra duhet kuptuar kjo dhe Evropa e ka kuptuar këtë dhe ka pasur një krizë si midis Evropës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kriza ka qenë, po, më fal. Dhe para që e bëri të krizë ishte Meloni. I pari vend evropian që ka rihapur ambasadën në Teheran është Italia dhe ky pati një krizë të drejtë për drejtë nga presidenti Trump.
ka pasur dhe krizët të tjera, pra ministri i brendshëm, ministri i jashtëm gjerman kanë folur kundër presidentit Trump dhe kësaj luftës në Iran. Spanja ka folur kundër kësaj. Ka pasur shumë, sepse ata e kanë kuptuar, Evropa është në dy presione tani më. Është në presionin e parë, presion energjetik, sepse nga lufta me Ukrainën i ka prerë vetes rubinetin e furnizimit me energji nga Rusia dhe lufta në lindjen e mesme, po i pret rubinetin me furnizim nga lindja e mesme, vetmja rrugë që ka në shtumarrje energji nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që të cilën ne po e përdor me mjeshtri dhe po shesim jashtëzakonisht shumë energji, po kjo nuk është në interes të Evropës, sepse marrin një energji me çmim më të lartë prej nesh se sa do ta merrnin nga Rusia apo nga lindja e mesme. Kjo është e para, dhe ana e dytë është ajo ana e emigrimit cili iranianët nuk do vinë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Iranianët do dynden në Evropë, siç janë dyndur të tjerë më parë. Dhe prandaj kur themi që ta mbështesim këtë luftë, ta mbështesim regjimin e rrezimit, do të kuptojmë se ç'vjen pas. Dhe unë besoj si amerikan dhe si shqiptar o evropian, mund ta quaj veten që mbase është më mirë që në Iran të rria e regjim që ishte për të mirën e Evropës, për të mirën e Shqipërisë, po dhe për të mirën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, se ç'na duhet ne si në Shtetet Amerikanë të ndryshojmë regjimin në vendet e botës, kur fare mjaftojnë 200-300 miliardë dollar që kemi harxuar në këtë luftë tani, mund të kishim përdorur për ekonominë tonë, për çdo gjë që kemi ne këtu brenda. Faleminderit Doran në këtë analizë. Nga ana tjetër, sa shqetësuese është fakti që janë kërcënuar liderët botror pas Trump, Meloni e të tjerë më radh, Netanyahu? Po në lidhje me kërcënimet do të thoja që këto janë atipike në kuptimin e asaj që në një situatë konflikti dënë të kërcënon liderët e shteteve kryesore, aq më tepër Shebas apo Izraelit, po kjo lidhet pikërisht me ata që ka ndodhur në Iran, ku në shenjë hakmarrje për vrasjen e Ayatollah Khomenit, thirrjet e pasazheve, po dhe gjithë popullit, i cili ka kërkuar hakmarrje ndaj vrasëve të Ayatollahut dhe kundër paqes. Edhe kjo është një nga arsyet që mund të më përdorë si kaz beli për shkak të prishjes së kësaj marrëveshje, por që për ta parë si një kërcënim për një diçka serioze, nuk besoj më tepër mesazhe frike dhe kërcënimi, se sa ato që lidhe me një realitet, por që nuk do të neglizhuar as pak, por që në rastin e këtij konflikti, shqetësimi është përtej këtyre mesazheve dhe kërcënimeve, për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare këtij konflikti dhe si tillë SBA-ja në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, i cili për hir vërtetës nuk i kishte mbështetjen dhe nuk e dha mbështetjen SBA-s në këtë konflikt, duke pas parasysh atë skepticizëm, po dhe ato arsye të cilët këtu përmendëm, ishte një luftë si e stisur në kuptimin e saj, jo e parashikuar për të ndodhur, dhe nga paniku i ndikimit që ka ky konflikt në gjithë ekonominë reale të Bashkimit Evropian, qoftë në tregjen, bursën, kapitalin, në çmime, po dhe gjithë sinxhirjen e furnizimit të operatorëve në sektorët ekonomisë, në turizëm, dhe pikërisht nisur nga këto konsiderata, Bashkimi Evropian hezitoi për ta mbështetur këtë luftë, sikundër edhe paniku që vjen nga një dyndje migratore. Por gjithë vendet e Bashkimit Evropian kanë pa konflikte gjithmonë nga këndvështrimi i sfidave të sigurisë tyre në kufit, po themi gjeografik, dhe qoftë, po themi Spanja për kërcënimin që mund të vinë në jug, po ashtu edhe Meloni për dyndjet migratore, terrorizmin apo valen kërcënimet që i vinë nga mesdheu, dhe sikundër edhe ndikimet ekonomike që pasjell konflikti për shkak të faktit që gazi, nafta dhe gjithë produktet derivativ që lidhen me këto produkte, me këto malla që vinë pikërisht nga lindja mesme, kanë një ndikim të ndjeshëm dhe helpsor në ekonominë e këtyre vendeve, duke pas parasysh që zinxhiri, po themi, i furnizimit verior, ai që quhet Nord Stream, këto janë kufizuar për shkak të konfliktit që është në Ukrainë dhe Rusia. Kjo është një nga ato. Shiko, po ta shohësh pak më përpara këtë, ka patur një plan para se të vinte presidenti Trump për herë dytë në pushtet, pra pasi la mandatin e parë, që e mbylli mandatin e parë,
në janar të 20-s, në mos gaboj, diku nga prag vitit 3 ose disa ditë më pas, u bë një operacion amerikan për vrasjen e Qasem Sulejmanit, generalit që ishe organizatori, ishe truri i gjithë ndikimit iranian tek Proxit dhe tek kudo që operonin iranianët jashtë territorit iranian. Dhe që në atë kohë ka pasur një vendim nga ana e autoriteteve iraniane për të goditur edhe presidenti Trump, po edhe një nga këshilltarët ka qenë ai ja harroj emrin e tij, këshilltarit të sigurisë kombëtare, këshilltarit kryesor të presidentit Trump. Dhe në prag të ardhjes për herë dytë dhe kjo celulë që do të organizonte atentatin është goditur. Pra, iranianët nuk është se flasin dhe nuk e mbajnë. Këtu desha dalë. Gjithsesi, ka një rasti në luftë funksionon edhe ajo që quhet strategjia e dekapitimit, që do thotë që goditja e leadershipit, sepse në fund fare leadershipi është ai që udhëheq vendin në luftë. Dhe në bazë kësaj, sidomos izraelitët, por edhe amerikanët e dhanë këtë goditjen e leadershipit, bile presidenti Trump nuk e fshehu fare. Tha hapur që ai deshet në vriste e vrava unë përpara. Domethënë u shpreh hapur, nuk është se e rujti. Presë edhe sfundi, jo më larg se dje ka thënë që në rast se unë do vritem, kam urdhë. Po qartë. Gati që për rafeta. Dhe situata tashmë duket e tillë që mund të ketë përsëri goditje nga palët. Por unë mendoj që iranianët nuk kanë interes të kalojnë deri në këtë shkallë për momentin. Unë më shumë e quaj si një lëvizje propagandistike nga brenda këtij Ajatollahu të ri, sepse ai ka filluar të konsumohet autoriteti për pushtetin qemore, cili si ka filluar. E para ai nuk ka dalë asnjëherë hapur që të flasi me popullin e vet ose ta dinë që është gjallë paktën. E dyta ai nuk mori pjesë në varrimin, duhet të drejtonte ceremoninë e varrimit të Ajatollahut parë, është standard ajo. Pra dhe kjo ka cënuar autoritetin e tij dhe ai tashmë për të fituar diçka kapitale edhe brenda popullit vet bëni këto deklarata. Faik, shkurtimisht, fatin e luftës përpara se të pyesë Dorandin, se s'ka më minuta. Shiko, kur ka dasëm kërcen gjithë, ato që kanë radhën, ato që rrinë tavolinat mbrava. Kështu që kur ka situata të tilla mundohen gjithsesi kush të përfitojë nga pak. Edhe politika e brendshme e Shtetit Bashkuar të Amerikës mundohet të përfitojë, edhe opozita mundohet të rrisë pikët e saj dhe thotë po tisha unë do kisha bërë mrekulli, do kisha zgjuar ndryshe. Fati i luftës varet është nga Amerika, nuk varet nga këtu. Kështu që unë mendoj që Shtetet Bashkuar të Amerikës e kanë fituar luftën me Iranin. Element të cilët dalin tani. Ne nuk kemi kërcënim serioz të ngushtitë të mbylljes ngushtisë së Hormuzit. Ne nuk kemi kërcënim serioz të shfaqur nga ana e Iranit me kapacitete ushtarake. Nuk bëhet kërcënimi i sigurisë globale dhe i kërcënimi i sigurisë së liderëve me fjalë. Ai bëhet me angazhim. Është propagandë për ty. Okej. Do ta kërcënojë. Dorand. Do të muaj një kontroll aq sa i duhet. Okej, se jam në fund. Irani sot është përballë dhe analizën këndvështrimin e palës iraniane, çfarë mendon? Dikush problemi është Shebaja bëj. Okej, se jam në fund, ju lutem. Sepse e analizojmë në kurthin e paragjykimeve të njëanshme, kupton? Jo, po jo. Problemi është ka një problem shumë të madh në Iran që nuk shfaqet, që ne shohim shumë pak. Është përplasja e brendshme. Ne kemi kjo nuk e lën Iranin, jo kapacitetet e fuqia që i kanë bërë. Diversitet qëndrimesh edhe brenda BE-s për sa i përket raporte dhe qoftë me NATO, qoftë për politikën e sigurisë, qoftë për SBA. John Bolton është sekretari i sigurisë. Se më doli nga me John Bolton. Edhe atë kanë dashur ta. Okej, për ta përfunduar se jam në fund i lutem. Me foton që kanë nxjerr ata, që janë të kërcënuar liderët 1 2 3 4 që nuk kanë mundësi reale, po kanë përdorur një problematik që ka ndodhur në strukturën e sigurisë me rujtjes së presidentit Trump, që janë bërë 4 atentate, është përdorur kjo, dhe kjo unë mendoj që është politike brendshme e Iranit për të eliminuar, nuk kanë fuqi vetë të eliminojnë pjesën tjetër të mbetur të grupeve që kanë mbetur atje, nëpërmjet kësaj tentojnë që Amerika t'ja kryejë këtë detyrë. Prandaj thashë që kërcejnë çojnë adresat. Kurtimisht kam Dorandin, se duhet kaloj te protesta, ka nisur marshimi. Dorand, në këndvështrimin tënd si vijon kjo situatë në lidhjen e mesme? Për sa i përket kërcënimit, shumë shkurt, unë besoj që kërcënimet janë të vërteta, besoj që kërcënimet janë
mbajnë atë vetën e vetë, sepse në këtë rast nuk u vra general, si thash, nuk u vra ndonjë ushtarak I thjesht, u vra lideri spiritual. Ne kemi parë varimin e Khomeneit në Iran, varimin e Khomeneit në Irak, dhe atë që bën njerëzit, edhe unë për veten tim mos surprizohet, atë që bën njerëzit për atë. Nuk do të harruar që presidenti Trump nuk do të jetë gjithmonë president, pa ai do të ketë një jetë pas presidenciale, dhe duke pasur parasysh me mjetet që mund të ndodhin, gjëra që nuk do të duam të ndodhin, këto gjëra mund të ndodhin dhe nga njerëz thjesht të frymëzuar apo që kanë ndjerë dhimbjen e vrasjes së Ayatollah do prandaj thash që në këtë rast kemi diçka ndryshe, nuk është vrarë një lider shteti. Qartë, Doran. Fati I luftës, shkurtimisht se jam në fund. Lufta është personal. Okej, ju lutem se jam në fund, duhet lidhem me protestën. Po Doran. Lufta do të vazhdojë, nuk mund të qëndrojnë dy në këmbë kur Irani mbetet një superfuqi. Doran, shumë faleminderit për lidhjen në terminal, ju falenderoj të treve që ishin pjesë e diskutimin në lidhje drejt për drejt. Kemi protesten, kemi pamjet e drejt për drejta se si po vijon protesta në bulevardin Dëshmorët e Kombit, shohim një numër të madh protestuesish që janë mbledhur tashmë në ditën e 43 për të kërkuar dorëheqjen e kryeministit Rama, krimin e një qeverie teknike për një afat një vjeçar deri në krimin e kushteve të lira ndeshme për zgjedhjet e përgjithshme, një kontratë të re sociale me qytetarët si dhe anullimin të ligjeve të rëndësishme siç është ai për zonat e mbrojtura, paketën e maleve apo dhe investimet strategjike. Shqipëri e re është ajo që kërkohet nga protestuesit tashmë, 43 ditë protest, 3 protesta mbar kombëtare, duke ju referuar faktit që krahas qytetarëve të Tiranës, cilët për çdo ditë mblidhen në bulevardin Dëshmorët e Kombit në sheshin përpara kryeministrisë, ju bashkohen edhe qytetarë nga qytetet e tjera të Shqipërisë, por edhe shqiptarët e diasporës. Kemi në lidhje drejt për drejt edhe Igli Çelmetën, kolegun ton I cili do të na informoj lidhur me dinamikat e protestës së sotme. Kemi parë që prej orës 19:30 ka nisur protesta në këtë ditë 43 të saj, fjalimet që janë mbajtur përpara kryeministrisë, thirrjet e përreshme, flamujt kombëtar, flamingot, pankartat. Këto kanë qenë simbolikat e përditshme tashmë që po shoqërojnë këtë protestë, ndërsa pritet të nisë edhe marshimi nga kolegu ynë Igli Çelmeta. Do mësojmë edhe itinerarin se ku pritet të shkojnë protestuesit ditën e sotme në këtë mbrëmje për të sensibilizuar edhe pjesën tjetër të qytetarëve për të bashkuar me ta. Igli, cilat janë zhvillimet më të fundit nga protesta? Përshëndetje sërish Aurora. Sapo ka përfunduar protesta e qytetarëve përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit.